Qëndrojmë në Shqipëri këtë herë me një material nga ekonomia. Po shtohet numri fermave private që prodhojnë jo vetëm për nevojat e tregut vendas, por edhe për eksport. Korespondenti Pullum Sulo ishte ditët e fundit në serat e Velipojës, në rrethin e Shkodrës dhe përgatiti një kronik ku pasqyrohet puna dhe vështirësitë e fermerëve për të garantuar prodhimet bujqësore si dhe për tregtinë e tyre. Në afërsi të qendrës së komunës së Velipojës në rrethin e Shkodrës, vazhdon të qëndrojë në këmbë një nga serat diellore më të vjetra në Shqipëri. Ajo u dëmtua dhe doli jashtë pune në vitet e para të tranzicionit ekonomik, por u riaktivizua pas privatizimit të saj nga njëra prej familjeve të fshatit Velipoj. Kjo ka qenë ngritur në vitin 73-74, është edhe amortizuar si serë, por ne me gjitha forcat përpjekje që kena bë, kena arrit me majtë në kam. Na kultivojmë këtu kryesisht domate për kulturë të parë, spinaq, përdimen, sallat, të kryesisht janë kulturat që kultivojmë. Nështë për mi tregtojmë tek tregu më shumicë në Shkodër. Në 12 dynimet e kësaj sere punojnë vetë pjesëtarët e familjes Ndreu. Ata janë të kënaqur me punën e tyre, megjithëse shprehen se për mirëmbajtjen e serës ata ndeshen në probleme dhe vështirësi të përditshme. Kemi pasur problem sidomos me kullimin e tokave, cilët kanalet kulluese janë të pahapura, arrim të i kullojmë tokat me motor, duke shpenzu naftë, me fjalë duke dik naftë, që ka rrit edhe kostën e prodhimit. Plus kësaj, me vitet përparshme, fjalë, ka vitet 93 deri 96, na jemi mbështetur nga pushteti atëhershëm me kredi, por kredi që duhet e madhe që duhet 10 milion lektareja për të bërë një farë rekonstruksionit të kësaj sere, që është shtet amortizume, ne nuk kemi arrit ta marrim deri këtë moment. Por vështirësitë më të mëdha sipas Franit ata i ndjejnë në treg ku nuk ka rregulla dhe konkurrencë të ndershme. Shqetësimi kryesor për ne është vetëm tregu. Tregu i shitjes, i cili është si rëmuj, zi çfarë të them. Fshatarët mielin si vjet se shkon domatja, mielin ton domate, vitin tjetër më fjalë nuk hec, një vjet hec, një vjet sec. Pra ne kërkojmë edhe e farë koordinimit nga pushteti lokal, nga drejtoritë e bujqësive, e fjalë që të bëjnë farë specifikimit të kulturave, se ku shkon për shembull domatja më mirë në Shkodër, supozojmë lushti e tjetër, millet me kultura, me sipërfaqe sa konsumohet, dhe pjesën tjetër ta eksportojmë jashtë shtetit. Në zonën fushore të Shkodrës, vitet e fundit, një numër i madh familje fshatare kanë ndërtuar sera diellore duke shtuar prodhimet e tyre për treg. Por mungesa e organizimit ka bërë që të krijohen probleme në tregtim, gjë që ka quar disa herë edhe në tregtimin e produkteve të tyre bujqësore nën kosto. Për zërin e Amerikës, nga Velipoja, Pullum Sulo.